Përdorimi i duhanit tek të rinjt në vend vazhdon të mbetet një ndër sfidat më serioze për shëndetin publik. Sipas të dhënave më të fundit të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut, 13,6% e nxënësve të moshës nga 13 deri më 15 vjeç përdorin një lloj produkti të duhanit, përfshirë cigaret tradicionale dhe produkte të tjera të ngjajshme. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo shifër përfaqëson përqindjen më të lartë të regjistruar deri më tani, duke ngritur shqetësime serioze për shëndetin dhe mirëqenjen e të rinjve në vend. Ekspertët paralajmërojnë se fillimi i përdorimit të duhanit në moshë të hershme rrit ndjeshëm rrezikun për varësi nga nikotina dhe për zhvillimin e sëmundjeve kronike në të ardhmen. Institucionet theksojnë se faktorët e ndryshëm ndikojnë në përhapjen e këtij fenomeni, përfshirë presionin nga bashkëmoshatarët, ekspozimin ndaj reklamave, mungesën e informacionit të mjaftueshëm për pasojat shëndetësore dhe qasjen relativisht të lehtë të produktit tek duhani. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se përballja me këtë problem kërkon një qasje të koordinuar ndërinstitucionale, ku përfshihen shkollat, familjet, institucionet shëndetësore dhe organizatat që punojnë me të rinjt. Në këtë drejtim, Ministria ka paralajmëruar vazhdimin e politikave dhe masave që synojnë uljen e përdorimit të duhanit tek të miturit. Këto masa përfshin fushata të gjëra ndërgjegjësuese, programe edukative nëpër shkolla, forcimin e kontrolleve për shitjen e produkteve të duhanit tek të miturit, si dhe promovimin e stileve të shëndetshme të jetesës. Ekspertët e shëndetit publik theksojnë se parandalimi mbetet arma më e fortë në luftën kundër përdorimit të duhanit. Sipas tyre, edukimi i hershëm për rreziqet që sjell duhani mund të ndikojë ndjeshëm në uljen e numrit të rinjve që fillojnë të pinë duhan. Shprehjet e dëmshme krijojnë që në moshë të hershme, sa më herët të fillojë edukimi për një jetë pa duhan, aq më e madhe është mundësia që të rinjt të zgjedhin një stil jetese të shëndetshëm, theksojnë specialistët e fushës. Autoritetet shëndetësore bëjnë apel që prindërit, mësuesit dhe shoqëria të luajnë një rol aktiv në ndërgjegjësimin e të rinjve, duke informuar për rreziqet që sjell përdorimi i produkteve të duhanit dhe duke inkurajuar zgjedhje më të shëndetshme për të ardhmen e tyre.